Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara. Ky objekt që po e shehni tashmë është pronë jona. Ka kushtuar jo më pak se 4 milionë e gjysmë dhe ju së bashku me ne e kemi bërë pagesën e tij në një kohë rekorde vetëm prej 2 vitesh. Normalisht pasi që u bë pagesa e tij, erdhën disa sfida tjera, e që është merremetimi dhe renovimi i tij. Për fat të mirë, me ndihmën e Zotit dhe pas kontributit tuaj, arritëm që 2 katet e epërme të i përfundojmë në tërësi. Kati i epërm i takon sektorit të grave dhe ai tashmë është në funksion të plotë. Ka faltorën, klasët të mësimit, kafeterin, ku ato mund të shërbehen me gjëra ushqimore dhe gjëra tjera procese që ju nevojitën në përditshmëri. Ndërsa kati i mesëm është enkas për restorantin, i cili ka një kapacitet prej 160 personash, si dhe afër tij është edhe një shitore e cila shërben për nevojat e përditshme të komunitetit tonë. Ndërsa tash para nesh kemi sfidën më të madhe e që është merimetimi dhe rinovimi i pjesës më të rëndësishme të këtij objekti, pjesës së faltorës. Në këtë vend ku ne i lutemi Zotit, i drejtohemi atij, këtu mbahen ligjërata të ndryshme, këtu fëmijët tanë mësojnë për të ardhmen e tyre dhe faktikisht çdo aktivitet i mirë normalisht se buron nga ky vend atje ku është burimi më i rëndësishëm e që është burimi i lidhjes tonë me Zotin. Ju kisha lutur që të kontriboni për këtë vend i cili nuk është vetëm i joni, por është i gjithë komunitetit këtu dhe shumë më shumë i pasazhëve tuaj të cilët do ta gëzojnë më shumë se ne. Ju falenderit.